politike, tjetë nesër racionale, ne shkojmë atje për diskutu edhe për datën e zgjedhjeve. A është e gatshme LDK-ja për këto zgjedhje? Absolutisht, ne na shkoj krejt vitin në zgjedhje kur ma gati s'kemi qenë. Pra 3 palë zgjedhje jemi duke i administru këtë vit dhe bëhemi gati edhe për zgjedhjet e 4-ta. Shkurt, 8 orë, 9 orë tani pritet balotazhi, e eventualisht në 10 orë zgjedhjet e reja. A presni që balotazhi ta ketë jehonën e vet në kuadër të këtyre zgjedhjeve të jashtëzakonshme që pritet të organizohen eventualisht gjatë muajit dhjetor? A presni që LDK-ja ta merr atë injeksionin në këto balotazhe që natyrisht të shpërfaqen më tutje në zgjedhjet jashtëzakonshme? Ne jemi garë për 12 komuna edhe jemi seriozisht në garë për 12 komuna. Aktualisht qeverisim me 9, kurse jemi në garë për 12 dhe besojmë shumë që kjo normalisht do të jep një sinjal të qartë për zgjedhjet e ardhshme. Jemi të kënaqur me rezultatin e zgjedhjeve lokale. Ne kemi arrit një rezultat solid, jemi partia me numrin më të madh të asamblezëve ose të votës popullore në nivel republike, andaj hymë zgjedhje me vetbesim plot. Okej, kam këtu disa reagime në studio, do t'i lejoj natyrisht shkurtimisht, por para kësaj kam përshtypjen që e lexova diku në mediat online që gati është formalizohet një marrëveshje LDK-PDK në Prishtinë për ta mbështetur zotin Rama si kandidatura. Është e vërtet kjo apo është në kuadër spekulimeve? Akoma nuk ka asgjë publike ose kështu të themi të shkruar në letër, ka pas komunikime jo edhe me PDK-n, por edhe me parti tjera në Prishtinë na janë ofruar, ka mbështetje prej partive tjera për kandidatin tonë për Parim Rama, për shembull AK veç se është edhe në qeverisje aktualisht,